premte, Lubia nuk do të tërzohet, kërkon të marrë me vete kreun e grupit të strukturuar kriminal dhe elenën modernet çiftit kryeministër Ceausescu. Është një logjikë e mbrapsht se si është organizuar ligji. Këtu FBI arreston kryetarin e marrëdhënieve me jashtë, Menendez, shkon në gjykat, e lën në gjykim të lirë, dënohet është në qeli. Majorin e New Yorkut e arrestuan, shkojnë në gjykat, ndjekje të lirë, ja pezulloi Trump sepse Trump kështu funksionon. Por nuk ka pse të vazhdohet me këto prralla. Kërkon 3 javë avokati i Lubis. 300 apartamente të vjedhura. Partia Socialiste është vazhduese tipike e Partisë Punës, strukturë kriminale, e cila ka vepruar edhe në kohën e Hoxhës, babait shpirtëror të Ramës, pa ligj, duke mbështetur në sigurimin fat keq, hetuesinë mizore, dhe sot në sytë e botës kemi të bëjmë me një parti të strukturuar kriminale. Rama ka zhdukur gjithë profesorët, të gjithë figurat reale që e donin vendin e majta socialiste, dhe ka vetëm këshilltarët e bashkisë, mataharën e Athinës, siç thot një media e madhe nga pastruese numri 2, dhe Ngjela nuk e di nga e nxjerr këtë ide që është numri 2 Partia Socialiste. She's not. Është një ordinere, një vulgare, me një fjalor rrugashëror. Por kjo tregon fytyrën e vërtet të Ramës. Rama është një trustit madhe. Të gjithë shpresat Hajmaliti ka tek Emiratet Arabe të lidhur me Kushneri. Kushneri u zbyth në Beograd. E shporrën. Edhe Grinelli që flet nuk ka asnjë forcë e ka bori Trump realisht për Ballkanin. Presidenti Trump ka firmosur edhe një herë që do të ketë sankcione për lider të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor, non grata, sankcione financiare, ata që janë ndesh me Amerikën. Është e qartë. Shumë nga drejtuesit e Ramës, mbas edhe vetë Lubia, edhe pse milionat vinin në Michigan deri në New York, fizikisht nuk vjen dot. Do të ketë sanksione. Derisa Dumani ka kërkuar nga Zvicra, nga Izraeli, ka gjetur miliona dollar, unë them se ka kërkuar edhe këtu. Nuk janë pak. Ata oligark në fakt nuk janë pronarët real të firmave të mëdha në Shqipëri. Është Rama dhe Balluku, aksionar të fshetë siç ka qenë dhe Ametaj. Treshja shet aksionet e krimi. Krimi ndërthuret me oligarkët, krimi kontrollon parlamentin. Është çansi më i volitshëm për opozitën të tregoj përpara shqiptarëve fytyrën e vërtetë të Ramës. Kusar, hajdut, i lidhur dhe mbajtur peng nga krimi. Ka frikë nga dikush që është askushi, të cilin e ngritin në numrin 2 të qeverisë, pas një merit. Rreth nga një familje ordinere byros politike, pa gen, pa tradit, dhe përfaqëson realisht fytyrën reale të kusarisë të Ramës Partisë Socialiste. Duhet një republikë e re, jo kam thënë. Dhe kjo parti duhet nxjerrë jashtë ligjit. Sepse është vazhduese tipike një partie komuniste, pleniumet dhe mbledhjet e byros janë shndruar me këto mbledhjet qeverisë që bën Rama, me taborin e eunukëve dhe harremin e figurinave të shfrytzuara nga ai. Spak e ka ndryshuar tërësisht qasjen, nuk është rastësi. Janë 2 lajme të mira që presidenti Trump, edhe pse në gjendje të keqe shëndetësore nuk është më në atë forcën që ka qenë, por njerëzit që kontrollojnë platformat e politikës jashtme e kanë theksuar edhe një herë, sanksione financiare dhe non grata për Ballkanin Perëndimor. Në ligjin që ka firmosur për buxhetin vjetor ushtarak, një grup kongresmenësh zgjuar kanë shtuar një paragraf për Kosovën. Pra, të mos ketë ndryshim kufish dhe të ketë njohje reciproke Serbia me Kosovën. Është një hap më parë. Por kjo nuk më njanon këmbimin e trojeve që lindin në administratën Trump, por aktualisht është pro Kosovës dhe është lënë hapur rruga për antarësim në NATO nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Kosova ka mbetur. Natyrisht ka një
klauzol që nuk mund të hynë NATO një vend që ka probleme me shtetet që kufizohet. Por unë besoj se ardhmja e Kosovës është në NATO. Por Trump, edhe pse është i fortë për momentin përçarje, nuk kontrollon të djathën reale konservatore amerikane, platformat e Jesse Helms dhe të Reagan, që në vitet e 80 thoshte Ballkani nuk ka zgjidhje pa bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Pikë, këtu mbaron. Politikanët tanë nuk e ngrenë çështjen e Kosovës, nuk flasin për çamërinë. Janë shitur. Flitet se janë miliarda dollar të vjedhur nga Rama. Siç duket miliarda dollar të vjedhur nga Lubia. Rama ende si që futi në përshkretirat e vëndeve arabe, shpresën për t'i blerë aksionet e fsheta që ka të oligarkët, që nga aeroporti, minerat, kudo. Të kullat e mëdha të ndërtuara, të klientët që ai do të lidhur me krimin që pastrojnë. Por është ndeshur me interesat, me sigurisë kombëtare amerikane. Jo rastisht e kam thënë 100 herë, Rama si Noriega theksohet në Washington Examiner. Janë disa njerëz aktiv, Polo, Nesho, unë i falenderoj për ato sinjale, aq sa mundën që japin deri në mediat online, deri në perëndim. Por forca e kësaj administrate, nëse duam të ndryshojmë refrenin dhe qëndrimin që rrugët për sëndim me mec është aty afër presidentit Trump. Mbas intervistës që dha shefja e kabinetit të tij, Washingtoni është pak i tronditur. Trump do filloj të largoj. I pari që u largua ishte Don Bongino. Bill O'Reilly ma ka theksuar që ja ka sugjeruar përpara disa kohësh Trump. Nuk e ka përvojën. Është një person me teori konspiracioni, ndaj u detyrua të jepte dorëheqjen. Ka shpatel, po vazhdon rrugë drejt. Hekse, në duke figurin që nuk ka potencën si një sekretar mbrojtje, por në fakt ka sukses në largimin e wokizmit në Pentagon dhe në rritjen e numrit të rekrutuarve. Në Biden mezi kishte rekrut 50.000 vetë në vit. Është rritur edhe në 200.000. Por ushtria amerikane, e cila mori një çek, çdo ushtar mori një çek 1776, është viti kur Amerika ka fituar pavarësinë nga presidenti Trump. Trump është kundër wokizmit, kundër transgenderëve dhe ligjërisht do të jetë ditë pushimi federal Krishtlindja. Në këtë vend ka kohë që nuk thon Merry Christmas, por gëzuar festat e vitit. Ka qenë një fushatë e madhe Bill O'Reilly që detyroi kombarinë të mëdha dhe presidenti Trump. Në fjalën që mbajti në Senat në prime time, fjala ishte 30 minuta, ai e lexoi me vrap 19 minuta. Kjo tregon që Trump nuk është i sigurt. Ka probleme nga ana shëndetësore dhe më shumë foli për magën. Nuk fitohet mes mandate vetëm me magën. Por të nesër më dha një lajm i mirë, inflacioni 2.7. Kjo është shenja që ekonomia mund të kthehet të funksionojë në favor të zotit Trump. Nëse zoti Trump do të bëjë disa, si në çdo administratë largohen. Administrata federale është e korruptuar dhe ka luftë, thika, helme, përplasje nga pas shpinë në mënyrë skandaloze. Askush nuk është i sigurt. Ndaj departamenti amerikan e shtetit është me mec, nuk flet, sepse ka frikë, nuk di se çfarë mendon. Kupola prandonit madh. Por mesazhet janë dhënë. Të gjithë zyrtarët amerikanë që kanë ardhur në Shqipëri nuk e kanë përfillur Ramën. I zhvën kryqi për të takon shqiptarët e shporrit, ta largojnë. Është kthyer në një çift krye ministror si Çauçeshku modern. E thash dhe dje, nuk ja uroja të fundsi ata. E meritojnë, po. Po. Vjedhje në qeliz, deri tek patronazhistët e vegjël vjedhin. Është kthyer në vlerë morale. Dhe mbi të gjitha anti-shqiptarizmi i tyre, largimit 1 milion vetë nga Shqipëria. Kërkojnë të mbrojnë të pambrojtshme. Hapën fjalë se u rratis Matahari i shkojnë në Athinë, prapa diellit. Nuk e ndal kush spakun më. E patë edhe atë Shkodrës.
Në SPAK të gjithë. Dhe ideja që SPAK-u po siguron ferma është idiotlik. Se Rama i ka futur në të postë pa pasur as merit për mburoj. Por do të bëj dot rokadën. A ka drejt Berisha kur thot do të mbroj Belindën, do të lëshoj Belindën për të mbrojtur Lindën. Është në hall të madh. I uroj që mendërisht qëndroj fort të mos përfundoj keq, se fundi fundit përkohësisht është ende kryeministri i vendit tim. Por qëndrimi Trump për Ballkanin Perëndimor duhet na jap shpresë. Gjithashtu edhe orvatja e kongresmenëve që futën pasazhin për Kosovën. Por ambasadori Bolton më ka thënë askush nuk ka drejt të diktoj në qoftë se Kosova dhe Shqipëria në mënyrë paqësore do të binin dakord të ishin kufit. Nuk e na lë kush Gjermaninë perëndimore të kërkonte bashkimin kombëtar. Derisa arrit për kishte një burr si Helmut Kohl. Shqipëria nuk ka. Në Kosovë nde. Ideja që Rama shkoi në Hag, gjithë thanë qëndroft aty. Nuk mund të dalësh mbi politikën amerikane. Unë jam me këtë që tha që duhet dënohen mbasi të jenë dënuar të paktën 1000 politikanë serb. Viktima është Kosova. Por Grinell, Open Gay, i cili bëri gafën e fundit duke propozuar tek Kennedy Center kur ai ishte kryetar në detyrë, që Kennedy Center të quhet Trump Kennedy Center. Kjo është e trupshme. Trump ndjen frikën se mund nga smundja dhe të vdes dhe kërkon të lërë emër. Emri i tij do të mbes në qoftë se do të jetë i suksesshëm dhe nuk do të mbas mes tërmit do të hyjë tek presidenti do të mëdhej. Ky ndryrim emrit e Kennedy Center nesër hiqet në qoftë se vjen demokrat. Presim se çfarë figurash do të afrojë zoti Trump. Por kjo më gëzon qëndrimi për Ballkanin Perëndimor. Iku ideja e Open Balkans, Jugosllavisë re, Thatchit, Ramës, Tony Blair, Soros. Gjashtë akuza ndaj tij. Natyrisht që do të jetojnë edhe 145 milion dollar të usajtit për gratë Ramës në Tiranë. Kujtuat se i harruan? Jo. Dosit i ka masive. Por ky nivel rrugaqëror, ky nivel ordiner, me ato mesazhe të shpifura, tregojnë që grupi i strukturuar kriminal është kapur, të përshtirë, të vendotje, se si këta njerëz kanë marrë përsipër të drejtojnë një vend, të përfaqësojnë Shqipërinë. Shikoni çfarë ministrët e jashtëm ka vënë. Anonim tjerë. E ka kthyer parlamentin si në pleniumet e Kadrias Biut. Se salla e njëjtë është. Fytyrat mund mos jenë të njëjta, po mbiemrat janë. Rumania, Bullgaria, Bangladeshi shembuj ka plot. Një gjë është e sigurt. Washingtoni nuk është aleat me Ramën siç ishte në Blinken e Biden, jo. Është me mes departamenti rrugës, se janë konfuz. Por mesazhet janë të qarta që mbështetet e djathtë. Në 2 të natës, Rubio uroi fitoren e djathtës në Amerikën Latine në Kili, mbas 35 viteve nga dikush që t'jadhen e ka pasur të deklaruar nazist. Por që do vlerat, familjen, traditën. Unë besoj se dhe Shqipëria meriton të ketë një drejtim pro traditës, pro shqiptarisë, kundra aksit Mosk, Athin, Beograd dhe çasti them se ka ardhur. Unë shpresoj. I duhet thënë falenderit Trump që ka firmosur atë ligjin e mbrojtjes ku është dhe paragrafi për Kosovën. Të paktën nuk ka shkëmbime trojesh. Se aty fillon e keqja ndaj nesh. Kushneri dëshiroi të ikë edhe nga Sazani se qiku nga Beogradi. Nuk mund të shpëtoj Ramën me arabët dhe çallmat ku ai kërkon të shes aksionet e tij. Njerëzit nga FBI në SPAK janë thjesht follow the money. Ja kanë gjetur lubis, palloshet si thot ajo, më fjalën për fjalorin, por dhe kryetares së opozitës si thot ai për bashkëshortën e tij.
E keqja ka një emër në Shqipëri, Edvin Rama, por janë shtuar dhe dy, Balluku dhe bashkëshortja e tij. Po lista vazhdon pafund. Një grup i strukturuar kriminal. Ndaj duhet një republikë e re. Ajo parti duhet nxjerrë jashtë ligjit. Çdo gjë duhet të fillojë nga e para. Shqiptarët meritojnë më mirë. Unë shpresoj, fryma e djathtë nga Washingtoni do të vijë deri tek ai fshat i vogël. Dhe njerëzit mbase do të çojnë më forcën në Bullgari dhe në Rumani. Enough is enough. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.